Nëse ke bërë shumë aplikime në home office dhe nuk e di se çfarë kanë ata në sistem për ty, ka një mënyrë ligjore për ta zbuluar, që quhet SAR ose Subject Access Request. Është shumë e vlefshme në rast se ju keni pasur refuzime por nuk keni kopjet e tyre dhe doni të dini se çfarë është deklaruar, doni të bëni një apel apo judicial review, doni të rregulloni statusin e qëndrimit ose dhe thjesht doni të informoheni se çfarë home office ka në sistem për ju. Pasi bëhet aplikimi, home office merr deri në 1 muaj për të kthyer përgjigje ose në raste më të komplikuara brenda 3 muajve. Përgjigja vjen me email dhe zakonisht përmban një kopje në PDF me të gjitha të dhënat tuaja që ata kanë në sistem. Prandaj, nëse doni të rregulloni statusin, nuk dini nga ta filloni se jeni të pasigurt për informacionin që home office ka kundrejt jush, bëni mirë që të informoheni fillimisht, që më vonë mos keni problematika të tipit nuk keni deklaruar diçka shumë të rëndësishme në aplikim dhe të eliminoni refuzimet. Shpërndajeni këtë video dhe ruajeni sepse mund t'ju duhet në një moment të caktuar. Mos harroni të bëni follow në TikTok dhe Instagram Legalidin për të qenë gjithmonë të informuar. Shihemi së shpejti.